Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma, po ndërpresim rrjedhën normale të transmetimeve për t'ju dhënë lajmin e fundit. SPAK ka vjedhur Krishtlindjet dhe vitin e ri. Ky vit i ri po vjen i zymt, pa zbukurime, pa shkëlqim. SPAK-u ka vjedhur diçka shumë më të madhe se fondet publike që mund të vjedhë një kryetar i thjeshtë bashkie. SPAK-u, ky grinç i pamëshirshëm, ju vodhi shkëlqimin e festave, buzëqeshjen e fëmijëve, dritat e qytetës, gëzimin dhe haren në familjet tona, duke arrestuar padrejtësisht Lali Erin, që na sillte veç gëzim dhe lumturi në familjet tona. Prandaj, i bëjmë thirrje SPAK-ut të hetojë në mënyrë urgjente këtë vjedhje të pa precedent. Për më tepër do të ndjekim edhe mendimin e qytetarëve. Do të lidhemi tani direkt me Veizin në terren. Përshëndetje Veiz. Po Veiz, të dëgjoj, faleminderit për linjën. Jemi këtu në qendër të Tiranës, pikërisht në bashkinë e qytetit, e cila tashmë nuk është më e njëjta që pas arrestimit të Lalierit, dhe këtë e konfirmojnë edhe qytetarët e thjeshtë, siç kemi edhe këto dy zonja të nderuara, të cilat do të i intervistojmë për të dhënë mendimin e tyre për mikrofonin ton. Përshëndetje zonja. Përshëndetje çunë, si kishe emrin ti? Veiz. Jepet çik më shpejt herë tjetër se mezi po rrim këngë keq nona. Atëherë, si e keni përjetuar ardhjen e festave të fundvitit, si u duket atmosfera? Po ti Veiz, gjithsesi jena dëshpëruar për Zotin. Jena shumë mërzit, jena të ndinjum. Shizja ke qyteti nuk ka i dritë. Nuk ka zbukurim, s'kon vara si gjoke pemat ato globa që ka pas varë kështu gjonash. Po si gjo minone. Si gjo s'ka bë për këtë vit të ri. Për këto festat e vitit të ri dalsin prej hunësh këtë gjykatës kushtetuesit. Po për Zotin. Po të morë të drejtë të morë. Ore, do të ishin nes. Do të ishin, ama për të drejtë mo. Do të ishin nes drejtat e pemës ti Veiz, akoma se nes, a kupto? Shive erdhi vit i ri. A ne hiku më së ne. Kena qenë nëntor që presin për këto drejtat. Për Zotin ti Veiz, disi është muhabeti që ku arrestu Lalieri me datë 10, kur arrestu në 10 shkurt me pa. Si e keni marrë lajmin, si e keni përjetuar? Nuk e di ti Veiz, mu ka shem bota, nuk e di për lutin që ka shem. No, mos më ka shem bota, mu më ka ras pesat këdora, se ishe vjetë gjafa më shpi, sa të arrestuar e vëliu. Është që thuaj? Kështu, edhe që atëherë nuk ka si fest kombëtare, nuk ka hetë si që ka pas për të hetë. Që ku e mora me vete këtë që gjitha, me ditë në verës nuk ka pas, balakumet kanë qenë pa sheqer. Për Zotin. Festa 7 marsi s'ka pas lule mimoza, ka ra cilësia mimozave. Këse nuk kanë mjellë më prendit. Për 8 mars nuk ka pas nona, nuk kanë pas ka ra nivelli lindjeve të nonave, s'ka pas më nona për 8 mars. Gjitha festat, një qeshor s'ka pas kalamoj, që gjitha që kështë arrestuar me liu, nuk ka marrë fund kjo shtet. Na flish, nuk di, tha gjitha për Zotin. Po të që në për 8 mars na kishin sjellë striptist për Zotin, asnjë gjë. Ngelën gratë me gisht në gojë, shifshin anë nga skena, asnjë gjë për Zotin, për kokë time. Ato ballakume na i dhan dorën pas bukuru fare për Zotin. E kuptoj. E kështu koncerte nuk bëhen mo, nuk vjen mo ai Eriko Iglesias që ka ai. Jo më, as Dua Lipa s'ka ardhur mo. As Bebe Rexha, Rita Ora. Po Rita Ora është harru fare. Është bëjo që ku ka qenë në fundit, sa të vim prapë në sa të vita pa. Ariana Grande për Zotin. Ariana Grande është me skleroz. Pra Veiz, kjo është drama qytetare. Linja për ju Veiz. Faleminderit Veiz për këtë raportim. Pra siç e pam, edhe vojtja e qytetarëve është evidente, është e dukshme. Është diçka që duket që nga larg.